Ju përshëndes, zbulohet vizita e Donald Trumpit në Kinë. Për ata që nuk e din, para pak ditësh Donald Trump bëri një vizitë madhështore në Kinë. Madje edhe pritja ishte madhështore sepse Xi Jinping e tha publikisht që është hera e parë që bie dakord me një president të Shtetet Bashkuar të Amerikës ku kishte shënuar linjën e kuqe, sepse për ata që nuk e din, para pak kohësh Kina kishte vendosur për herë të parë, si tregonte edhe vetë presidenti kinez, linjën e kuqe mes raporteve të Kinës dhe të Amerikës. Kjo do të thotë që nga ky moment do të fillojë një përshkallëzim të një shkatërrimi ekonomik, sepse tani është lufta ekonomike, por tani është zbuluar se përse. Në fakt, në të gjithë Kinën është përhapur në të gjitha rrjetet sociale në Kinë që e quajnë Donald Trumpin si shpëtimtarin e Kinës. Pikërisht pra, ose ai që do rregulloj Kinën. Dhe do t'ju them se përse, e bëjnë me qëllim, me fjalë, e bëjnë me shaka, për ta ngacmuar. Do t'ju them se çfarë ka ndodhur. Atëre, vizita që bëri Donald Trump në Kinë ishte një vizitë që nuk pritej nga askush. Në fakt, nëse keni vënë re, duke sikur është jashtë loje. Por pritja që i bëri presidenti, pra kinez, Xi Jinping, ishte po aq madhështore për t'i treguar që ne nuk jemi rival, por jemi miq. Në fakt ai e tha edhe publikisht. Por ka diçka. Tani duhet të dini që Donald Trump shkoi aty me njerëzit më potent të planetit, që duke filluar nga Elon Musk, çtonte Elon Musk në një takim zyrtar si ky, por njëkohësisht ishte edhe Jensen Huang, që është pronari i Nvidias. Njëkohësisht ishte edhe Tim Cook i Apple-it, ishte Larry si quhet Fink i BlackRockut e tjerë. Pse po e them këtë? Sepse ç'pun kishin investitorët në Kinë? E thjeshtra. Ata, sepse e lexova nga një portal kinez, e përktheva, sepse nuk e përkthen në mënyrë eksakte, por e përktheva. Çfarë ka ndodhur? Tani, duhet të dini që para pak kohësh Donald Trump i kishte vendosur taksa Kinës, madje vendosi gjithë Evropës taksa. Mirë po e vuri re që këto taksa e kthenin mbrapsht, pra i krijonin probleme Amerikës, sepse duke ngritur taksat e Kinës, Kina detyrimisht do të ngrejë taksat. Dhe çfarë ndodh? Produktet që bëhen në Kinë bien mbi gjithë botën. Bien edhe mbi vetë amerikanët. Pra ky ka qenë problemi kryesor. Dhe Donald Trump bëri një llogari. Llogaria që bëri nuk është rritur buxheti financiar shtetëror. Është ulur, sepse janë shpenzimet e mëdha që duke qenë më të rritura shpenzimet ulin buxhetin, ndosë buxheti rritet pak rëndësi ka, sepse është shpenzimi i madh. Është ekonomi, kjo është për ekonomiste, ndoshta dikush nga ju që është eksperte e kupton shumë mirë, por në sintezë është fakti që ekonomia e Amerikës ul. Tani çfarë ndodh në këtë periudhë? Duhet të dini që pjesët më kryesore të prodhimit botëror bëhen në Kinë. Pothuajse 80% të çdo lloji produkti bëhet në Kinë dhe rritja e çmimeve bën që të shkojë në kolaps gjithë bota, edhe vetë Amerika. Është ky problemi tjetër kryesor, por ka edhe një tjetër problem. Sipas gjasave, kanë zbuluar kinezët, paktën e thonë këtë te ky siti që e lexova, që Donald Trumpi kishte frikë, me fjalë ka frikë se mos Kina pushton Taiwanin. Do kush ka ju do thotë, po ç'lidhje ka. Nëse mbani mend, kemi bërë një video para pak kohësh dhe kemi thënë që Kina ka vendosur së bashku me Rusia të marrë vendet baltike dhe para të rimarrë edhe njerë dhe të rimarrë edhe Kina pjesën e saj. Është bërë një marrëveshje e këtyre grupit të ri që aziatik që është mbledhur që në vitin 24 dhe kanë bërë këtë marrëveshje që Taiwani të rikthehet edhe njerë, sepse Taiwani ka qenë i Kinës, u shkëput nga vitet 80. Por çfarë ndodh tani? Pse Trump dhe bota ka frikë Taiwanin? Sepse Taiwani mban në këmbë gjithë botën. E dëgjuat mirë, pikërisht Taiwani mban në këmbë botën, sepse prodhohen 90% të mikrochipeve dhe të device-ve të gjithë botës. Pra ajo që ka ndodh në telefonat celular, në kompjuter kvantik, kompjuter të rinj, që të gjitha këto prodhohen edhe në inteligjencën artificiale. Prodhohen pikërisht para mikrochipet, prodhohen nga Taiwani. Dhe ky është problemi i këtyre
takimeve të fundit, takimi i fundit që ka bërë Donald Trump. Sepse në qoftë se Kina do të shkojë të pushtojë Taiwanin dhe ta përvetësoj, Taiwani do përvetësoj edhe njëkohësisht edhe ekonominë. Duke përvetësuar ekonominë, 90% e telefonave celular dhe të kompjuterave janë taiwanez. E dëgjuat mirë, sepse mikrochipat janë burimi kryesor i një telefoni. Pa mikrochipa nuk do të ekzistonin këta telefona. Këtu nuk do të komunikonin bashkë. Pa këta, jo sepse Amerika nuk i prodhon, jo sepse vendet e tjera nuk i prodhojnë, por nuk kanë atë teknologji që ka Taiwani dhe me aq produkte, me fjalë në përqindje që prodhojnë shumë më shumë se sa vendet e tjera. Pikërisht është ky fakti që vitet e fundit janë shtuar kontratat. Bile një kontratë është bërë deri në vitin 2032 nga amerikanët, pikërisht pra nga ky Nvidia ka bërë një kontratë, ky Jensen ka bërë një kontratë deri në vitin 2032, që është miliarda dollar. Dhe ka bërë, dhe duhet të dini që Nvidia është, me fjalë, mikroprocesorët që përdoren nga Taiwani dhe nga Nvidia janë kryesorët që përdoren në të gjitha rrjetet sociale, në të gjithë kompjuterat, në të gjithë celularët dhe tjetra që dhe në inteligjencën artificiale. Pra, inteligjenca artificiale pa mikrochipët nuk mund të eci përpara, sepse janë ushqyesit kryesor. Pra, ata që japin, si mund të quajnë, ecuri, sepse nëse nuk do të ketë mikrochip, nuk do të mund të punoj asgjë. Pra, sipas gjasave, është ky fakti që Donald Trump bëri vizitën sepse ka frikë pikërisht pra mos Kina merr Taiwanin. Dhe në qoftë se Kina pushton Taiwanin, merr fund një pjesë e madhe e botës, do t'ja them. Sepse në qoftë se do të ndalohen së prodhuari mikrochipet, pikërisht tani që po flasim ne, brenda një muaji, jo më shumë, një muaj, janë ekspertë që e kanë thënë, e kemi thënë dhe ne këtu, shkatërrohet, sepse çdo gjë është e lidhur me kompjuterat, çdo gjë është e lidhur me telefonat, ne çdo gjë e kemi, bota jon tani është virtuale. Sapo ka filluar merreni me më vonë. Dhe në qoftë se do të vendoste taksa, pra do të vazhdonte të vendoste taksa Donald Trump ashtu siç e bërë më përpara me Kinën, në një kohë shumë të shkurtër do të bëhesh, me fjalë do të rikthehej edhe një herë bota nga e para në vitet 2000. Atëherë kur filluan rrjetet sociale, kur filluan telefonat celular dhe kur filluan të gjitha këto inteligjencë artificiale më vonë etj etj. Pikërisht pra, ky sipas burimeve të lajmeve kineze është fakti që Donald Trump bëri vizitën dhe pikërisht për këtë shkoi, pra bëri vizitën me një grup me njerëzit më të mëdhenj, investitorët më të mëdhenj dhe prodhuesit më të mëdhenj të teknologjive dhe të investimeve në botë. Që siç u thash më para, Elon Musk, Tim Cook, Jensen etj etj. Pra ky ka qenë sipas lajmeve kineze fakti që është zbuluar që Donald Trump bëri vizitën në Kinë dhe presidenti e dinte shumë mirë, pra Xi Jinping e dinte shumë mirë këtë dhe ndaj bëri dhe atë pritje madhështore që të si mund të quhet, qetësonte ujërat dhe të vazhdojnë prodhimin dhe bashkëpunimin si më parë. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Mund të jetë e vërtet kjo që thonë kinezët? Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë, kalofshi bukur.